تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر وتهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر يزغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر وزون العز ترسلها بكف الحب والطهر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ويخاف عقباها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ju urojmë së ardhen tek ceremonia mbylljes së kampit të xhamisë së Art. E dëgjuam recitimin e Kuranit dhe ku ka më mirë se ta hapim me fjalët më të bukura dhe më të mira që janë fjalët e Allahut xhaleshanuhu. Tani ftojmë imamin e xhamisë Emrin Koçi për një fjalë përshëndetje. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعبد حافظنا الله جل جلاله صلوات والسلام على محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله شوق شفاء الله جل جلاله شوق دوجوش الأخير محمد جل جلاله كان يفضل من بعيد رأيني بعيد من الكورسي Kudisë Allahu Gjelle Gjelaluhu kemi përfitu diçka të rishme e hajrit për dynjon dhe për ahiretin. Unë si imam i kësaj xhamie, ose dhe si pjesëtar i ceremonisë të këtë kurs, nuk është që kemi dhënë maksimumin, duhet tim që më shumë, për aq që ishim mundësi, porse duhet të shpresoj që ato mësime, ato këshilla që jemi mundu t'ju japim fëmijëve tanë dhe i konsiderojmë dhe ta më dyshe më vogël i konsiderojmë të gjithë si fëmijë tanë.
duam të inkurajojmë edhe fëmijët, po edhe prindit që të jetojnë me ato këshilla, me ato mësime, të veprojnë me ato këshilla, me ato mësime, por se dhe vazhdojnë duke i treguar akoma më shumë njohuri tërësore dhe esenciale të kësaj feje të madhërishme, dhe vallahi ku ka më mirë për një fëmijë dhe për një prind që e rrit të edukon në vrapin prindin e vet në hijen e Kuranit Kerim dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nuk vinë këto kurse dhe këto seminare vetëm se në ndihmë dhe përkrahje të këtyre fëmijëve që janë në zanafillën e rinisë të tyre që të edukohen, frymëzohen ose të turmosen me ide fetare, me besim, din dhe iman, e cila është një plagë e thellë kësaj shoqërie që po i mungon shumë, dhe po shohim se ku po shkon shoqëria ose shumica e kësaj shoqërie në një mënyrë të pafund, sepse kanë humbur fillin e dyqenunit i thtar, besimtar të drejtë të kësaj feje. Prandaj që unë nuk kam që të them më, vetëm se lutë dhe shpresoj që Allahu Gjellë Gjellalu këto treja t'i bajnë të qëndrueshëm këtë fetë madhërishme, prindit t'u lehtësoj dhe t'u mundsoj më të bukur dhe më të hishme që të edukojnë e vladët fëmijët e tyre në dijen e fesë, besimit, dijen e imanit, dhe ku ka më mirë për një prind, dhe ku ka krenari për një prind, kur e shikon fëmijën e vet në hapet dhe në fillat e para të jetës e tij, dhe vazhdon të frekuentojë xhami, marrë mësime, edukat në xhami, dhe të jetë prej atyre që falin namaz, të jetë prej atyre që bëjnë punë të hishme dhe të mira që i përshtatet çdo besimtari, dhe ku ka më mirë që këto fëmijë të marrin gjithmonë vëzhgim dhe gjithmonë në kontakt që mos të vijojnë me shufë shumica ose të jenë pjesa e asaj partisë ku të jenë shembulli dhe modeli më i mirë për shoqërinë tonë. Së dyti, falenderoj zyshat tona, Allahu e shpërblet që kanë treguar por në ardhe me pasadiqi lartë, me sakrificë, që si do përshtasit edhe më shumë i njarë mësojnë e mësim dhëmës edhe fëmijëve, edhe të një dhe mosha pojnë i qika të drejtën, të kalesh 5 vjetat, nervat e një qikë më të ngushat më morë me fëmijë, që Allah më shpërblet zësh Julianes edhe më përson Minës, që ka qenë dimësja e zyshës, që kanë ardhur dhe kanë përcuar 2 javëshin e fundit të këtij kursi. Nuk harrojmë të lanë tonë hoxhën e Neon ose e Nesin i cili ka mbyllur 2 javëshin e parë të këtij kursi. Ai mungesë vazhdon studimet e tij në Arabinë Saudite, në Korsoftu, kurse falënderimet e mirënjohjes dhe shpërndat e atij. Gjithashtu një falënderim i veçantë nga emër gjithë prindërve i shkon mamës sonë në Rom, pra në moshë të vjetër. Në moshë të thyjer, në mesën e fikun e vapës, ajo gjyshe shembull për niprit e saj, ka ardhur çdo ditë në një fjalë me niprit e saj, duke sjellë në xhami, dhe se të kujton e të mëson për në Allahu Gjellë Gjellalu. Shqisoj dhe gjithë prindit kanë sakrifiku, pa po jashtë, që gjithë prindit në tërë kanë morë një pjesë e kohës e tyre, kanë ardhur duke sjellë fëmijët të mbresa në xhami, ose fëmijët e tyre në xhami, dhe vëna është një shembull që duhet me i pas zëvli, vetëm sa Allahu ja shpërblet për çdo hap që kanë morë, edhe kanë thonë për hir të këtij kursi. Edhe Allahu i on xhariti, hoxha të gjithë një hoxha e xhamisë, Allah një shpërblet edhe në dhëmësëve, qunave tonë, vajzave tona, ju du shumë për hirë Zotit Gjellë Gjellalu dhe shpesoj që këto pjesë do t'jenë vazhdimësi edhe në vijim në më të vëllërat në vazhdimësi. Pjesën më kryesore, sigurisht e transmetoj, Allah më shpërblet, edhe ne mundohem që të mbajmë edhe shumë me këtë pjesën e fjalimeve se
kemi angazhimet tona dhe përkuptime, po që edhe unë desha të falenderoj të gjithë fëmijët, se di tani këto fjalimet kur bëhen kështu të prekshme, unë filloj edhe të qenatë e mia, po mos qaj, filloja bashkë, nuk do kaloj të pjesë inshallah. Allah jam dritë rrugën inshallah, edhe ju rritë fëmijët të hajrit, për veten tuaj, për prindrit tuaj, dhe për gjithë shoqërinë inshallah. Vazhdoni të jeni fëmijë të mirë, faqë, ashtu si që jeni dhe tani, të shkëlqeni në moral, në sjellje në radhë të parë, dhe pastaj sigurisht edhe në mësime, dhe të jeni krenari për prindrit tuaj në këtë botë edhe në botën tjetër. Tani, këtë pjesën e falenderimit Ronën do që ta mbyllim me kaq, dhe të kalojmë tek pjesa e certifikatave apo të çmimeve. Tek çmimeve. Tani do të bëjmë çmimet nga Kristina. Do ta nisi një nga sjellja mësimi e merat. Te kjo pjesa sigurisht në përmend edhe në fillim të gjithë pa përjashtim mirë, janë sjellë mirë. Brenda klase, në familje, me radhë nuk kemi diskutime, po për shkak të atyre kritereve që ne duhet të mësim në çdo garë, këtë garë mendoj që e kam ndërtuar në kuptimin e plot të fjalës dhe shpresoj që mos keq kuptohet nga pjesa e moshës, do ta them edhe atë pjesë, është më e rritur të gjithë pjesëmarrësve, por mendoj që kam merituar këtë çmim në kuptimin e plot të fjalës, sepse ndërkohë që shokët dhe shoqët e tij janë në për restorante, në për pube, në për kafe, në për rrugë, në për gjëra boshe, ai ka ardhur dhe është angazhuar, ka ndihmuar pa përjashtim përveç fëmijëve edhe në argjetur këtu, me durim, me një sjellje shumë shëmbullore që nuk ka lënë asnjëherë për të dëshiruar gjatë gjithë ditëve të kursit dhe çmimin për nxënësin shembull, ja çojmë Noel. Marim çmimin i kurajues, çmimin i kurajues tek testi e ka fituar, po të më ka emër? Po. Unix Lala. Unix Lala, një duar të vite. Çmimin i kurajues. Unixi ka qenë një të parë, ndërsa pjesa tjetër, por që ka dalë shumë në pjesa e testit dhe fundamental. Vendi tjetër, vendi i dytë, i parë kemi dy çmime. Dyta thënë profesor Gjariti. Kemi dy vende të dyta. Arlin Sandrio ka dalë i vendi i dytë. Ina gjithashtu ka qenë vullnetare shumë e zgjatshme me mish edhe me shtyp gjatë kampit, duke angazhuar me gjithë pjesën e fundove të aktivitetit të aktivitetit. Është për dhe të japë çmimin e 2 shko për Emanuel Peta. Në fakt, ky çmim e dyta ka qenë shumë afër njëri tjetrit dhe ka ndryshuar kështu, ato fikët shumë bie si ka ndërtuar aty tash mos hyn në asnjë. Mashallah, bravo dhe Emanueli gjithashtu. Dua të theksoj që ka qenë një shembull, biles edhe motra patjetër, por që është partner e radhje të paktën që edhe në sjellje, edhe në mësime, mjafton që thosha një gjë nuk vite fjala në to. Emanueli shikon të sytë e mi kështu dhe mashallah. Bravo. Vendi, kalon të dyshim në të treshin, po sa përën do kemi tani. Vendi në tret, e merë Ensar Gjeva është Ansar. Nuk është Ensar, e është Arabi. Edhe Ansari, do të të flasë për pjesën time, ka qenë do të na i fëmija që shpërthej
Kombëtare, praktikisht është për të parin në zonës që ka dalë ekselent në tome për mësimin detale të atij kursi. Dhe është kursoni ju? Udhëri. Kjo ka qenë gjyshja model për këtë kurse e kam tim. Çdo ditë ka ardhur në një për këtë. Allah ja shpërblet e ardhë, do të një. Zoti ja shpërblet punës, si va hapur në drejtë, në Zotit. I ka premtuar hapur xhamin. Zoti shahë I model, fishët, janë sa më mirë, Zoti. Amin, Allah ta shpërblet edhe pyetja Aina Mecha. Vanessa Kamberi. Noel Jepa. Muhammad Hoxha. Ensar Jepa. Asia Kamberi. Reyan Mehta. Amina Mucha. Amelia Jepa. Sara Mehta. Ayan Shehu. Anwar Shehu. Saad Dervishi. Yasin Dervishi. Yasin Hoxha. Elio Mehta.
Ansimeta, Manuel Meta, Arlin Kazriu, Yusra Tatlı, Brianna Çakmaşı, Uday Koca, Dionis Çakmaşı, Leonel Aga, ve Amar Şeyho. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر وتهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر يزغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر وزون العز ترسلها بكف الحب والطهر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري أعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات